Vazhdimisht vindet tek shpella Hira dhe atje adhuronte Zotin Xhelel Xhelaluhu, vazhdimisht. Dhe kur erdhi në një moshë tjetër, pra në moshën 40 vjeçare, që ishte i martuar me një grup që quhej Hatixhe, atëherë vjen një natë që ishte nata vendimtare e shpalljes. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam momente të vështira gjendet në këtë shpellë duke adhuruar Zotin sipas asaj mënyre që e kishte mësuar Allahu. Që i vogël. Pra nuk ishte për herë të parë të kjo shpellë që lutej. Dhe në një natë shfaqet Engjëlli Xhibril. Por i shfaqet me pamjen e tij origjinale. Dhe kur themi me pamjen e tij origjinale, Engjëlli Xhibril ne nuk mund ta përshkruajmë me fjalë. Është një krijesë e Zotit, krijesë e madhe, gjigande, dhe më thonë mundet me mbulu jo i tokë, pa me fletët e ti, me madhështinë që i ka dhënë Zotit Xhelel Xhelaluhu. Edhe disa toka, disa dhe shumë pamje e madhe, edhe momentalisht edhe trishtohet pak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai i thotë çu, o i dashur i Zotit, çu, se sonde të marrësh atë tagjën e pejgamberisë, do të thonë, do jesh i dërguar i Zotit. Edhe unë të njoftoj, thotë, se ke fjalën e Allahut Xhelel Xhelaluhu, të cilën Allahu ma ka kumtu. Edhe unë po të kumtoj ty. Edhe është momenti kur zbritën 5 ajetet e parë të Kur'anit. Edhe keni gjona ulemanë sa duhet. Besoj ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Këndonë në emrin e Zotit tënd krijues. Khalaqa al-insana min alaq, i cili krijoi njeriun për një gjaku të ngjizur. Domethënë është historia e krijimit të njeriu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sapo i mori ta jetë i mbulon ndjes, tepër i trishtuar. Tepër siklet me vrap vjen tek bashkëshortja e tij. Por ne themi ne o Zot, na falni bashkëshortët të vajrit. Po edhe asaj që është vajzë, o Zot, fali një bashkëshort të vajrit. Edhe vjen tek Hatixhe. Po Hatixhe ka qenë më shumë se sa i bukur. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vallahi, nuk më ka dhënë Zoti mas Hatixhes më të mirë se sa Hatixhe. Megjithëse kishte edhe 9 gra të tjera, a thot si ajo, pse? Me mbështetje thot kur gjithë më kundërshtuan, gjithë më dëbuan, ajo më përkrahu. Isha jetim, ajo më përkrahu. S'kisha asisent në pasuria, ajo më dha të gjitha. Edhe vjen tek Hatixhe, i tristuar, i mbulon ndjes. Ajo e rregullon, domethënë siç e rregullon ajo bashkëshortja e mirë për burrin e saj, siç kujdeset i bashkëshortja e mirë për burrin e saj, çfarë do të burri? Po Hatixhe thotë diçka e çuditshme sonte ka dalë. Thotë një pamje madhështore, një melek i madh i Zotit. Edhe më ka sjellë disa ajete të Kuranit. Po kujt më e tregu, thotë popullit tanë, që do të më përgënjeshtrojnë, do të më mohojnë, do të më bëjnë gjitha, thotë, orë burri, thotë. Dilë dhe thire popullit tonë se ti je nga ata që e ke përkrah jetimin, pavarësisht se s'ke qenë pejgamber. Ti je nga ata që gjithë jetën nuk e rrejt në herë. Ti je el emin, i besueshmi. Ti je i dashur i këtyre njerëzve, pavarësisht se nuk do ta pranojnë, ama ti dilë dhe thire popullit tonë. Vallahi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më ka dhënë një zemër, thot, bashkëshortja Hatixhe, sa që i ngelit më dhëmë për gjithë jetën. Mos i e mori vetën avash avash, shifën e si po arrim, Po arrim, inshallah. E mori vetën avash avash, edhe ka vazhduar shpallja, edhe herë tjera ka ardhur pikërisht tek shpella Hira. Të shepë bëhet edhe rruga. Edhe ka mundësi që inshallah në umrat e tjera ne do shkojmë lart atje, tek shpella Hira, me shpresë Zotit. Por akoma nuk është bërë përshtatshme. E po sa po t'jetë inshallah dhe ati në shkojt, nuk ka nëjë diçka të veçantë, që shkojt... Takif shueje? Okej. Është për nalit, për ndalon pak. Nuk ka nëjë diçka të veçantë, për shkojt për namaz. Do të ndalohet pak. Po, inshallah. Allahu në të kohë gjithë. Amin.